Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kura 30 ditore me lëng qepe që bën mrekullin për shëndetin tuaj. Çaji ose lëngu i qepës përgatitet nga lëkurat e qepës. Shtresa e jashtme e saj është shumë e pasur gjithashtu edhe me pigmentin e njohur quercetin. Ky pigment do të mbajë të shëndetshëm edhe të pastra rrugët e gjakut, ul tensionin e lartë dhe trajton pagjumsinë. Lëkura e qepës është gjithashtu e pasur me antioksidantë me vlera kundër problemeve dhe mykut. Quercetina që gjendet tek lëkura e qepës shkatërron radikalet e lira. Studimet të cilave u referohemi sipas Healthline kanë treguar se ekstraktet e qepës parandalojnë shpërndarjen masive të qelizave të dëmshme. Lëkurat e qepës janë të pasur me fibër që pastrojnë zorrën e trash, fibrat eliminojnë toksinat dhe eliminojnë gjithashtu problemet që mund të shkaktojnë ato. Lëkurat e qepës janë të mira gjithashtu kundër problemeve kardiovaskulare, problemeve të tretjes, luhatjeve të sheqerit. Por si të përgatisni lëngun nga lëkurat e qepës? Udhëzohet që të lani qepën në ujë të bollshme dhe të hiqni vetëm cipën në sipërfaqe. Qërojeni qepën dhe mbani lëkurën e hollë. Kështu do të arrini të merrni përfitimet më të mira të saj në përgatitjen e këtij lëngu cilësor, i cili do të japë rezultate të shkëlqyera edhe kundër komplikacioneve të ndryshme. Qepën e qëroni dhe mbani lëkurën e hollë, e vendosni në kavanos qelqe dhe sipër hidhni ujë të nxehtë. Mbani qepën në ujë të nxehtë për 15 minuta. Më pas e kulloni lëngun dhe e pini atë përpara se të bini për të fjetur. Përdorimet e lëngut të qepës janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e lëkurës dhe ekspertët e cilësojnë si një nga zgjedhjet më të mira produktive kundër një sër komplikacionesh. Kjo është një recetë e vjetër e njohur gjërësisht për të mirat të cilat do t'i sjellë organizmit tuaj dhe përfitimet që ka në trupin dhe në shëndetin e personave që e konsumojnë atë. Përgatitja e kësaj recete është shumë e thjeshtë, veçanërisht kërkon pak durim dhe zgjat për të paktën 30 ditë. Kështu, lëngu i qepës do t'japë rezultate të shumë pritura në këtë drejtim dhe mbi të gjitha do të parandalojë komplikacionet e tij dhe gjithashtu do të sigurojë një mburojë më të mirë për shëndetin. Uji i qepës është i pasur me vitaminën C, vitaminën B6, acid folik, ashtu dhe kalcium, magnez, hekur, fosfor e të tjera. Të gjitha këto vitamina dhe minerale përmes qepës mund të konsumohen në forma të ndryshme dhe përfitimet që do t'i japin shëndetit do ta bëjnë atë një nga zgjidhjet më të mira ushqyese. Ju duhet që ta përdorni atë edhe në mënyrë të ndjeshme për organizmin. Uji i qepës ka përfitime të larta për shëndetin. Krahas lehtësimit të humbjes së kilogramëve, mund të ofrojë edhe këto përfitime citonhealth.com. Përmirëson tretjen dhe forcon shëndetin e zorrëve. Uji i qepës përmirëson tretjen falsasive të mira të fibrave që ka. Fal përmbajtjes së sulfurit, ai është një nga produktet më të mira lehtësuese dhe kundër shqetësimit të zbogthit. Larja e flokëve me ujin e qepës do t'japë rezultate të mira në lehtësimin e zbogthit. Këshillohet ta aplikoni ujin e qepës tek floku në skalpin e kokës 2 herë në javë për 2 muaj dhe do të shikoni kështu rezultate të mira në rritjen e shëndetshme të flokut. Ai ndihmon gjithashtu në largimin e parandalimit të zbogthit dhe rritjen e flokut në mënyrë më të shëndetshme. Ekspertët e cilësojnë lëngun e qepës si një zgjidhje mjaft të mirë shëndetësore, por duhet të konsumohet gjithmonë brenda normës dhe asnjëherë nëse merrni medikamente të caktuara për trajtimin dhe parandalimin e problemeve tuaja. Lëngu i qepës mund të përgatitet duke zgjerë qep në ujë dhe më pas të pasurohen me produkte të tjera. Lëngu i qepës mund të përdoret për pastrim. Përbërësit e qepës ndihmojnë me vitaminën C që largojnë toksinat e dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë në nxjerrjen sa më të shpejtë të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Kështu ekspertët këshillojnë konsumin e lëngut të qepës në baza të ndryshme ditore, si një zgjidhje alternative me produkte të mira ushqyese edhe kundër këtyre shqetësimeve. Lëngu i qepës është një aleat i çmuar i shëndetit tuaj të zemrës dhe mund të japë rezultate të theksuara në këtë drejtim dhe në mbajtjen dhe parandalimin e problemeve të tyre.
Sipas të dhënave të Healthline, konsumi i lëngut të qepës ndihmon në parandalimin e problemeve të shëndetit të zemrës dhe ky lëng ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit dhe një shëndet më të mirë kardiak. Prandaj, herës tjetër që doni të përfitoni më shumë, shtojeni lëngun e qepës vazhdimisht në dietën tuaj, si një zgjidhje produktive për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Lëngu i qepës është një zgjidhje produktive edhe kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Lëngu i qepës luan një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Sipas të dhënave, mineralet që përmban lëngu i qepës mund të përmirësojnë aktivitetin e insulinës në trup dhe të mbajnë në larg gjithashtu komplikacionet e tyre, ndaj sigurohuni ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Lëngu i qepës është një alternativë shumë e mirë theksuese kundër kollës dhe gjithashtu si një lehtësues më i mirë i frymëmarrjes. Në këto raste, lëngu i qepës është një alternativë vërtet të çmuar në mburojtje të organizmit dhe në lehtësimin e shqetësimeve të tyre. Përmbajtja e sulfurik të lëngu i qepës do ju ndihmojë në shpërbërjen e sekrecioneve dhe lehtësimin e kollës. Prandaj, ekspertët e cilësojnë atë si një zgjidhje produktive me dobi të larta për shëndetin tuaj të frymëmarrjes. Lëngu i qepës shërben për të parandaluar dhe trajtuar probleme si astma ose është i pasur me flavonoide, të cilët ndihmojnë shumë në lehtësimin e këtij shqetësimi. Lëngu i qepës do të përmirësojë ndjeshëm imunitetin tuaj. Pirja e rregullt e lëngut të qepës i bën mirë imunitetit. Ai është i pasur me vitaminën C, e cila lufton bakteriet dhe virozat. Nëse jeni të sëmur, pini lëngun e qepës dhe do ju bëjë vërtet një lehtësim të ndjeshëm. Lëngu i qepës është një mburojë shumë e mirë për tretjen. Falë fibrës, lëngu i qepës e bën tretjen më të lehtë dhe më të mirë. Falë përmbajtjes së lëvizjes së zorëve, nxit arritjen e bakterieve të mira. Lëngu i qepës do të përmirësojë gjithashtu edhe peshën tuaj trupore. Flavonoidet e lëngu i qepës përmirësojnë metabolizmin dhe ndihmojnë në djegjen e yndyrnave të tepërta. Në këtë mënyrë, konsumi i vazhdueshëm i lëngut të qepës pengon shtimin e peshës. Do të keni flokë dhe lëkurë më të shëndetshme. Vitamina C tek lëngu i qepës stimulon formimin e kolagjenit, ndërsa vitamina E shmang edhe dëmtimin ndaj ekspozimit të radikaleve të lira dhe rrezeve ultraviolet. Lëngu i qepës është i mirë për ftohjen dhe gjithashtu në luhatjen e imunitetit tuaj. Sigurohuni ta përfshini vazhdimisht në dietat tuaja të përgjithshme, duke ditur edhe rëndësinë ushqyese që ai mbar. Kështu, përfshirja në dietën tuaj i lëngut të qepës do t'i japë rezultate të mira në rritjen e imunitetit, parandalimin e komplikacioneve dhe gjithashtu mbajtjen larg të shqetësimeve të ndryshme. Qepa është një zgjidhje produktive e cila mund të ketë shumë benefite në mbrojtjen e shëndetit, por përfitimet që vijnë nga qepa janë të larmishme. Konsumi i qepës mund të ulë rrezikun e problemeve kardiovaskulare, citonhealth.com. Do të japë rezultate mjaft të mira në shëndetin e zemrës dhe rritjen e përfitimeve të tyre. Ndaj sigurohuni që qepën ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja, sidomos duke ditur rëndësinë e çmuar që ka për shëndetin tuaj kardiak. Qepa do të përmirësojë shëndetin e nyjeve. Ekspertët e cilësojnë qepën si një nga produktet më të mira ushqyese, të cilat mund të japin rezultate të mira në shëndetin e nyjeve. Qepët luajnë një rol të rëndësishëm në çdo aspekt. Ato ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe rritjen e dëndësisë së nyjeve, duke parandaluar osteoporozën dhe humbjen e masës kockore. Kështu, mund t'jap një zgjidhje produktive për shëndetin tuaj. Ekspertët e cilësojnë qepën një nga produktet më të rëndësishme për shëndetin. Konsumi i një qepe në ditë mund t'jap edhe një lehtësim të mirë të ambienteve tuaja dhe mbi të gjitha të ofrojë më shumë përfitime për organizmin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.